أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرجكم من الناس إلى النور كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. E falenderoj imamin e nderuar Adi Efendi Beshiri për leximin e ajeteve të Kuranit. Allahu është përbleft. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet janë për Allahun, krijuesin absolut e plot fuqishëm, mëshiruesin, mëshirbërësin, sunduesin e ditës gjykimit. Paqja, mëshira, begatit, mirësitë e Zotit të Madh qofshin mbi dërguarin e Tij, edukatorin ton suprem Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët e tij e mbar besimtarët përgjithësi. I nderuari mufti i Kërçovës Haxhi Qamil Efendi Rushiti, i nderuari profesor Qamil Aliu, shumë i dashur profesor Ilmi Veliu, të nderuar imam prezent të muftinisë së Kërçovës, miq të respektuar, dashamir të librit dhe të fesë e pasues të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të nderuar të pranishëm dhe ju që po na ndiqni nëpërmjet ekraneve. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, mirësitë e Zotit të Madh qofshin mbi gjithë ju. Me kënaqësi dhe mirënjohje të veçantë ju përshëndes të gjithë juve dhe ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen tuaj sot, duke e çmuar lart praninë e të gjithë juve, imamëve, dashamirëve të diturisë të fesë dhe të gjithë juve që me praninë dhe mbështetjen tuaj i jepni kuptim dhe vlerë këtij promovimi të veprës më të re, Lindja e Muhamedit alayhi salam, me uludin nga autorët Arben Efendi Emrullaj dhe Ramadan Efendi Ramadani.
Një urim dhe përgëzim I veçantë shkon për autorët e kësaj vepre, dy imamët e ri, Arbenin dhe Ramadanin, të cilët me përkushtim e dashuri ndaj figurës së pejgamberit alayhi salatu vesselam kanë sjellë një punim që jo vetëm ruan traditën tonë fetare e kulturore, por edhe pasuron fondin tonë shpirtëror dhe letrar, duke shkruar për jetën e figurës më të dashur për ne, mësuesin e mbar njerëzimit Muhammedin alayhi salam. E lusë Allahun fuqiplot që dy autorëve t'ju japi shëndet e shumë suksese në të ardhmen. Gjithashtu një falenderim I veçantë I takon Myftiut Kërçovës, Kamil Efendi Rushiti, për përkrahjen e vazhdueshme që I jep zhvillimit të veprimtarive të këtilla, si edhe Myftinisë së Kërçovës, që bëri të mundur botimin e kësaj vepre shumë me vlerë. Pa humbur kohë, tani ftoj para jush pikërisht atë, Myftiun e Kërçovës, Haxhi Kamil Efendi Rushiti, për fjalë rasti dhe për t'ju përshëndetur juve të gjithëve. Urdhroni Mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Të nderuar të pranishëm, shumë të respektuar profesor doktor Ilmi Beliu, autor I parë autokton I Meuludit në Kërçov, I nderuar profesor Qamil Aliu, I cili në çdo kohë dhe në vazhdimsi është pranë çdo iniciative të dobishme në kësaj radhe në ndihmë të imamëve tonë, autorëve të kësaj vepre të Meuludit. Të nderuar autor të Meuludit, imam ton të nderuar, Arben Efendi Emrullaj dhe Ramadan Efendi Ramadani, të nderuar imam të Muftinisë Kërçovës prezent, të nderuar të pranishëm, më lejoni edhe mu që t'ju përshëndes me përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Njëkohësisht t'ju uroj mirëseardhje në promovimin e kësaj vepre të Meuludit Sharif këtu në muftinin tonë. Ne si institucion kemi detyrë, kemi obligim që të mbështesim çdo iniciativë që vlerësojmë se është e dobishme dhe që kontribon në mbarvajtjen e jetës fetare islame këtu tek ne. Andaj krahas të gjithë obligimeve tona administrative të përditshme, ne kemi lënë një hapësirë të cilën dëshirojmë ta avancojmë, ajo është e veprimtarisë botuese. Ju tashmë jeni dëshmitar të kësaj pune, ku si rezultat I kësaj hapësire dhe I këtij përkushtimi dhe angazhimi, doli vepra e akademikut ton të nderuar dhe të njohur, akademik Hasan Kaleshi, nga profesorët, doktorët, akademikët tanë eminent, profesor doktor Fethi Mediu, Muhammed Mufaku e kështu me radhë. Dhe ja tani jemi prapë dëshmitar që Muftinia Kërçovës gjet mundësi dhe hapësirë për të promovu edhe këtë vepër, edhe Meuludin, duke dashur të mbështes iniciativën për kushtimin dhe angazhimin e imamëve tonë, edhe pse në shikim të parë flitet për një Meulud të shkurtër, mirë po jemi shumë të vetëdijshëm për punën që këto kanë dhënë, për përkushtimin që kanë pasur,
për angazhimin që kanë marrë mbi supe, më thonë në këtë kohë, në këtë moshë, për t'i ofruar publikut ton ose xhamatit ton, po edhe hoxhallarëve këtë vepër. Çdo mend që mevludi në trojet tona, në veçanti këtu në rrethin ton, ka një histori, ka një tradit, për cilën më mirë mund të na flasin profesorët, mirë po për të gjithë xhamatet tona, hoxhallarët tona, mevludi është një, jo vetëm një ceremoni fetare, po është një vepër e cila në mënyrë të shkurtër, të bukur, paraqet historinë e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pavarësisht debateve që mund zhvillohen dhe zhvillohen, këtë ne nuk e mohojmë në mesin e ulemave islam për sa i përket çështjes mevludit, ne i qëndrojmë besnik asaj që mevludi ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në promovimin dhe kultivimin e vlerave tona fetare. Me anë të ceremonisë së mevludit, imami ka patur mundësi të jetë pjesë në çdo familje, duke kryer ceremoninë e mevludit, por njëkohësisht duke shfrytzuar mevludin që ai në mesin e asaj familje, në mesin e atyre të pranishmëve, atyre miqve dhe shokve, të ketë mundësi të përçoj edhe këshillat fetare, edhe obligimet fetare, edhe porositë fetare. Dhe përsa i përket këtij dimensioni, ne nuk mund të themi që kjo është një ceremoni jo e rëndësishme. Ka qenë e rëndësishme, është e rëndësishme dhe besoj që duhet ta mbrojmë si të tillë për të qenë një derë nëpërmes të cilës ne si imam do të shfrytëzojmë mundësinë, do të shfrytëzojmë kohën, do të shfrytëzojmë hapësirën për të paraqitur vlerat tona fetare, morale, edukative dhe arsimore. Prandaj unë dëshiroj të falenderoj autorët, përshëndes kontributin e tyre, përshëndes angazhimin e tyre, ku këto përveç profesionit, nëse mund ta quajmë si imam, të angazhimit tyre të përditshëm, do të thënë kanë kaluar në një stat tjetër ku janë marrë edhe me krimtari, do të thotë me përshkrimin e disa vargjeve mbi historinë e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo në një anë tregon për kushtimin e tyre dhe dashurinë për punën, por në anën tjetër tregon edhe dashurinë për pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe unë them kështu, nëse mevludi kushtimisht nuk mund ne të na çojë në xhenet, atëherë vetë fakti që mevludi na obligon të çojmë salavat mbi pejgamberin është mirësi më e madhe. Nga se kjo është porosi fetare, Allahu thot, me të vërtet Allahu, melekët e tij çojnë salavat për pejgamberin. O ju që besoni, çoni salavat mbi pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo është mirësi jashtëzakonisht shumë e madhe. Ai që çon salavat për pejgamberin, pejgamberi e përkujton atë. E lut Allahun që Allahu na mundsojnë që ne në zemrat tona të kultivojmë gjithmonë dashurinë për figurën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Qoftë ajo me fjalët tona, qoftë ajo
duke ndjekur sunetin e tij me punët tona, po qoftë ajo edhe me moralin, sjelljen, edhe shkrimet tona. E lusë Allahun edhe njëherë që Allahu autorëve të japë shëndet, edhe me uludit t'i mundsojnë që të ketë qasje në xhamatin ton, në publikun ton dhe në mesin e hoxhallarëve ton. Allahu ju shpërbleft edhe juve që keni nda kohë për të qenë pranishëm këtu në këtë event. Allahu ju rujt, Allahu ju ndihmoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Falenderit mufti i nderuar. Tani kam nderin dhe kënaqësinë që para jush të ftoj për të marrë fjalën profesorin e nderuar Xhamil Aliu, i cili njëkohësisht ka pasur edhe rolin e lektorit të kësaj vepre. Urdhëroni profesor. Selam aleikum të gjithëve. Unë kam bërë punën e lektorit dhe këtë do ta bëja për çdo vepër me përmbajtje islame, cili do qoftë ai autori veprës, dhe gjën më të vogël që mund të bëj për një nder, këtë do ta bëja pa asnjë kompenzim, kuptoj se nuk e dua fitim, thjesht do doja shpërblimin më tepër të Allahut. Inshallah. Këtë gjë me kënaqësi e pranova ta bëj edhe për autorët Arbenin dhe Ramadanin. Në kuptimin e lektorimit janë 3 mënyrat të lektorimit. Njëra është i përmbash strikt 100% normës morfosintaktike të përmbajtjes në shkrim. Tjetra është të ruash frymën e popullore të gjuhës për të qenë më e parafort me popullin, sepse jo çdo kush e ka kulturën e normës letrare, dhe e treta është të gjesh një mes të kombinosh normën letrare, por të jetë edhe fryma e gjuhës popullore. Unë kam përzgjedh këtë të tretën. Ta ruaj domethënë edhe normën që është normë e gjuhës letrare shqipe, duke e kombinuar atë me parafërsinë të folmes së gjuhës shqipe në çdo zonë lokale, të them qoftë në Kërçov, qoftë më gjerë, thjesht kudo që të lexohet kjo vepër, në kuptimin dialektor të jetë e qartë dhe e kapshme, si për zonat e jugut ashtu edhe për zonat e veriut. Mendoj se në këtë formë mund të them se ja kam arrit qëllimit, kurse në përmbajtje mevludi si çdo mevlud tjetër është një përshkrim fragmentar i jetës pejgamberit alayhis salam, që nuk dallon nga mevludet e tjerë deri tash të botuar, dhe mund të gjejmë variante 2-3 më shumë të këtyre mevludeve, po sidoqoftë secili ka peshën e vet dhe rëndësinë e vet. Atë që unë do doja të thosha është se kushdo që ta marrë, ta praktikojë këtë mevlud, e para njerë duheshte ose ta lexoj ose ta këndoj. Në praktikën tonë të mevludeve përpiqen imamët ta këndojnë, sepse është mënyra më e këndshme për veshjen e dëgjuesit dhe përqendrimi i secilit do të ishte më i madh nëse ai qoftë në një mënyrë apo tjetër të këndohet. Për ta bërë një formë të këndimit, duhet struktura e vargut të përputhet me metrin melodik, të them kështu, ose me kamin. Dhe çdo imam ka stilin e vet në këtë aspekt, nuk do të hyj në terminologji muzikore, por unë mund të them se kushdo që ta ketë në dorë këtë, jam 100% i bindur se me ndihmën e Allahut do ta përshtasë edhe vijën melodike, qoftë në një mënyrë apo në mënyrën tjetër. Atë që dua tjetër të them ose zgjas më shumë për veten time si lexues, çfarë mesazhi jep kjo vepër. Unë, domethënë si një xhamat, jo më profesional në këtë punë, do të thosha se çdo vepër islame, po veçantë edhe kjo tash për të cilën flasim, përçon një kapacitet të ngritjes së imamit tek unë. Në ç'kuptim? Këto do ta thosha në kuptimin se nëse flas për një kapacitet të ngritjes së imamit, do të thotë mua më mbush më tepër me energji. Kur mbushem më tepër me energji shpirtërore, do të thotë i përafrohem, inshallah, pejgamberit alayhis salam, jo në dijen e tij, po i përafrohem në moralin e tij, në etikën e tij, në kuptimin e menaxhimit të familjes, shoqërisë e kështu me radhë. Nëse unë arrit
ti kap këto karakteristika të pejgamberit alayhis salam, do të thënë ideja që përçon autori me këtë me blut është përmbushur, plotësisht është përmbushur. Dhe inshallah ky me blut jo vetëm tek unë, por të gjithë që do ta marrin ta kenë në dorë, do ta përçojë këtë mesazh. Shumë faleminderit. Faleminderit nga zemra profesor Kamil për vazhdimin e kontributit tuaj të çmuar në realizimin dhe lektorimin e kësaj vepre që e keni bërë pas një konferenci, gjithë që flet shumë për vlerat tuaja, për përkushtimin ndaj dijes dhe fesë dhe për përkrahjen e brezave të rëndë. Faleminderit. Tani para jush për të marrë fjalën profesorin e nderuar, profesor doktor Ilmi Bediu, profesorin nderuar i historisë, njëherit dhe imam dhe autor tjetër i metodit Kërçovar dhe shumë vepra të tjera. Udhëron. Selam aleikum. Ja që unë dhe Mulla Mexhaiti na ndihmoj Zoti dhe na e zgjati jetën që të mundemi të marrim pjesë sot në këtë manifestim tuaj, në këtë organizim tuaj, i cili organizim ka vlera të mëdha dhe unë po ashtu përkujtoj sot mufti 31 vjetorin e botimit të Mevludit tim. Është botu 1994 Mevludi dhe ai Mevlud është ribotu disa herë. Pra ky ishte në fillim Mevludi, botimi i parë i Mevludit, pastaj është ribotimi i dytë, i tretë, deri tash është ribotu disa herë, pastaj unë kam përmbledh edhe më tepër Mevlud dhe i kam botu në një libër të përbashkët, ku është Mevludi i Hafiz Ali Ulçinakut, edhe Mevludi i Kosovës, edhe i Gostivarit, po është edhe Mevludi i Kërçovës. Ky libër është botu në Shkodër, në Shqipëri. Dhe këtu janë përmbledh të gjithë Mevludet në gjuhën shqipe, ku është botu dhe përmbledh edhe Mevludi im bashkë me biografinë time. Pra Fahik Luli dhe Islam Dizdari, dy dietar shumë të mëdhej të fesë islamit, dy hoxhallar shumë të fuqishëm, kanë bërë punë shumë të madhe, pra kanë përmbledh të gjithë Mevludet që janë kënuar në Shqip deri më tash, edhe i kanë botu në një libër. Dhe kur merr libri nga Shkodra me nënshkrimin e atyre si dhuratun u çudita, për shkak se ajo ishte një punë shumë e madhe që Mevludi im të zënë vend në mesin e të gjithë Mevludëve të tjerë. Pra, njeriu parë i cili ka shkruar dhe ka lexuar, ka kënduar Mevlud në gjuhën shqipe në Kërçov është Mulla Shefki Dalipi. Unë e Mulla Mexhaiti e kemi mërënjë dhe kemi këndu bashkë me atë Mevlud. Dhe Mevludi i tij mbeti pa botuar. Një pjesë ka Mulla Mexhaiti, një pjesë ati Mevludi e këndonte atë Mevlud edhe Mulla Nazimi i Cërvicës, por mbet pa botu edhe tash nuk mund ta gjejmë dhe ta botojmë. Pra ai është Mevludi i parë i Mulla Shefki Dalipit dhe Mevludi i dytë është Mevludi im i botimi i parë
94 dhe mevludi tret i Kërçovës është mevludi i Ali Ademit, hoxha imami i Drogomishtit të vogël, edhe ai kishte dëshirë që të bëjnë një mevlud dhe ta botojnë, edhe ndroi jetë i gëzuar për shkak se e la mbas mevludin e tij. Dhe tash është paraqit mevludi më i ri i dy autorëve, i uroj edhe ju dëshiroj sukses edhe më të tjeshëm. Mirë po unë, Mulla Bexhait baj gale se dy autorë një mevlud, mos përlanë, jo imi ishte, jo jote ishte mevludi. Se mas nëri, kur të fillon, do të përhapet, do të ribotohet, do të asishet, kur të vinë këtu ke ky libër të futet, edhe do të thotë ka dalë jo se i imi, jo se joti, po inshallah Shamil Aliu, ky do t'i marrë vesh dhe do t'i rregullojnë punë. Shumë faleminderit, edhe një herë selam aleikum, Zoti ju shpërbleft. Më falni se Falenderit profesor Ilmi për gatishmërinë tuaj dhe fjalët e mira. Allahu ju shpërbleft për kontributin tuaj. Falenderit për kontributin e madh që jepni ndër vite. Tani kam kënaqësinë e madhe të ftoj para jush dy imamët e nderuar që të na dhurojnë disa çaste shpirtërore përmes recitimit të pjesëve të shkurtra nga kjo vepër të jetës së më dashurit tonë Muhamedit alayhis salam, fillimisht imami i nderuar Bajram Efendi Karamaleski dhe më pas imami Kemal Efendi Mahmud. Urdhëroni. Sayyidul kainat Hazreti Nuri Muhammad Mustafa صلوات Në emër të Allahut le të filloj mëshira e tij neve të na mbuloj mëshirujes mëshirbërës fuqi plot me përmendje e madhërime të kujtoj Kurani fjala jote kuptim plot na tregon si duhet ne të veprojmë nga këshillat e Kuranit famëlart zemra jon shërim gjen në këtë dunja kush gane shërimin e dëshiron fjala e Allahut nektar që nuk mbaron Allahu i madhrishëm na udhëron dhe pra e mira gjithmon shpëtimi jon shembulli ma i miri i njerëzis i dërguar i Allahut Muhammedi jeta e tij rruga jon drejt lumturis Muhammedi vula e pejgamberis emrat e Allahut për plot bukuri tregojnë vet madhë
madhështin që aje ka. Aja është krijuesi i gjithësis, Allahu që nuk ka zot përveç tij. Tokë e qiell tesbihi bajnë veçanti, e lartësojnë siç ai e meriton. Besimtari në çdo kohë duhet të veproj, në çdo vepër Allahun mos e haroj. Lumturi nëse duam në këtë djetë, në lutje tona ne të jemi të sinqert. Ja Allah, vetëm ty të adhurojmë, me namaz zemrat tona i qëndësojmë. Zemrat tona emri yt letin qëndëson, gjuha jon pandal ty të përkujtojmë. Allah, Allah me gjithë zemër të madhurojmë, me tekbire emrin tëndë ne e lartësojmë. على رسول الله صلوات. Mirësërë mëshira e gjithësis, ja Muhammed, vola e pejgamberis, me ardhjetën dhe edhe me ka u gëzun, aty ku Ibrahimi qabën e kishtë ndërtun. Muhammed emrit nderun, brenda qabës gjyshin ta ka vendun, për gëzues për në rrugën e vërtet, u dërgove për ummetin pejgamber. Allah, Allah, falenderim veç për ty, që na bër neve ummetin e tin, nga pluhuri zemrat tona i pastroj, në besim të pastër na udhëzoj. Lindja e ti për gjithë botën gëzim, ja Muhammed rahmeten lil alamin. Mirë se erdhe ja Habib Allah, dëshnia mori kuptimin e saj. Mirë se erdhe të themi të gjithë ne, me selam
mirë se erdhe u dërfesti për ne, rruga jote shembullin për çdo herë, në krahorat rahin zemrat hiç pandal. Ja Muhammed, për ty dërgojmë salavat. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabi Allah. Ala rasulina salawat. Ju falenderoj të nderuar për emocionet e bukura që ngjallet tek ne. Allahu ju ruaj dhe ju shpërbleft. Amin. Tani kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj para jush për të marrë fjalën autorët e kësaj vepre, imamët e rinj dhe të palodhur, të cilët përmes të kësaj vepre të çmuar me përkushtim dhe dashuri kanë një kontribut të vyer fetar e kulturor. Fillimisht imami Arben Efendi Emrullah e më pas imami Ramadan Efendi Ramadan. Ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet, mirësitë, begatit, adhurimet i takojnë vetëm Allahu xhalla xhelaluhu, mëshiruesit, mëshirbërësit, Ar-Rahman Ar-Rahim. Salavatet e përzemrata për vullën e fundit të gjithë pejgamberisë nurit Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, me familjen e atij të pastër, mbi shokët e tij besnik të sinqert dhe mbi të gjithë ato njerëz të cilët e kanë ndjekur e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e Allahu xhalla xhelaluhu deri në ditën e gjykimit. Fillimisht do t'ju përshëndes me përshëndetjen islame të ngrohtë shpirtërore, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja mëshira, begatit e Allahu xhalla xhelalu qofshin mbi të gjithë muslimanët dhe muslimanet kudo që janë dhe kudo që gjenden. Fillimisht ju përshëndes dhe ju falenderoj juve të gjithëve miq, dashamir, mysafir, hoxhallar, duke filluar nga imamët e Korçovës, që sot janë bashkë me ne në promovimin e Mevludit, duke lutur Allahun xhalla xhelalu që t'u shpërblej me mirësitë e atij të pakufishme edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Të nderuar, më lejoni që në emrin tim dhe në emrin tuaj të përshëndesim muftin e muftinisë së Korçovës, Shamil Efendi Rushiti, i cili njëkohësisht është edhe recisent i kësaj vepre bashkë me stafin e muftinisë, dhe i falenderoj për mbështetjen, realizimin dhe botimin e kësaj vepre dhe për përkrahjen që e japin për çdo herë për imamët dhe xhamatin e muftinisë së Korçovës. Gjithashtu dua të përshëndes profesorin ton të nderuar Ilmi Veliu dhe ta falenderoj për pjesëmarrjen sot. Po ashtu përshëndes profesorin e nderuar Çamil Alin dhe po ashtu falenderoj përzemërsisht për kontributin e atij dhe lektorimin e kësaj vepre dhe për pjesëmarrjen e atij sot në ditën e promovimit të Mevludit. Faleminderit të gjithëve edhe një herë që sot me pjesëmarrjen tuaj e zbukuroni edhe më shumë këtë aktivitet, duke lutur Allahun xhalla xhelaluhu që me të vërtetë t'u shpërblej pafund të gjithëve. Po ashtu dhe gjithmonë u takofshim në të mira, në punë të mbara dhe të mira. Për sa i përket pikërisht fjalës dhe realizimit të kësaj vepre dhe detajeve të Mevludit, po ashtu e ftoj vllahun tonë Ramadanin që të marr fjalën. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulina wa nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet, madhërimet janë vetëm për Allahun, krijuesin e gjithësisë, mëshiruesin, mëshirbërësin. Salavatet, selamet tona të përzemërta ja dërgojmë njeriu më të dashur sipërfaqen e tokës, shembullit më të mirë të njerëzimit, Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme,
shokëve të tij besnik, si dhe të gjithë atyre të cilët e kanë ndjekur, e ndjekin, e do ta ndjekin deri në ditën e gjykimit, rrugën e tij, me lutje drejtuar Allahut që të na bëjnë edhe neve nga ata që pasojmë dhe e ndjekim shembullin e tij. Falënderimi i takon Allahut që na mundësoj të veprojmë në rrugën e tij dhe veprat tona të jenë një pjesë e vogël në mesin e atyre veprave që veprojmë për hir të tij dhe për ta fituar kënaqësinë e Allahut. Kjo vepër, ky mevlut që e kemi bërë, me lejen e Allahut do të jetë një vazhdim i veprave të shkruara më parë, ku në mesin e tyre është edhe mevludi i hoxhës së nderuar Ilmi Efendi Veliut, me atë qëllim që të jetë i dobishëm për njerëzit, duke lexuar sadopak mbi personalitetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, mbi jetën e tij dhe të jetë nxitës i modelit të praktikimit të shembullit nga jeta e tij, i udhëzimit dhe këshillave që dolën nga gjuha e më të dashurit ton, Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ajo e cila e zbukuron brendësinë e mevlutit, janë madhërimet, laftërimet që bëhen për krijuesin e gjithësisë, është vetë jeta e Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili ishte Kur'ani i gjallë, i cili ecte mbi sipërfaqen e tokës. Janë ato shembuj të njerëzve që u munduan, u sakrifikuan, e flijuan jetën e tyre me qëllim për përhapjen e kësaj feje anë mban botës, që ajo të mbizotrojnë. Poezia është diçka e bukur, që ja shton bukurisë tregimit të cilën ne e tregojmë, ja shton bukurinë rrëfimit të cilën e rrëfejmë, ja shton bukurinë ngjarjes e cila ka ndodhur, e shton bukurinë atëherë kur tregohet e mira, kur tregohet virtyti, kur tregohet e vërteta dhe kur tregohet ajo e cila është në dobinë tonë. Është ajo rrugë, është ajo formë e cila e lufton të keqen duke thurur vargjet e të mirës. Krijimet poetike për më të dashurin e njerëzimit, zanafillën, fillimin e kanë qenë nga koha e tij. Muhamedi alayhi salatu wassalam e donte poezinë, e pëlqente kur poetët atë lavdëronin dhe kur e mbronin Islamin nga idhujtarët me poezi dhe me krijimet e tyre. Ai ishte vetë i cili e kishte edhe poetin e tij personal. Vetë nga gjuha e Muhamedit alayhi salatu wassalam dul kjo fjalë. Poezia është ajo e cila të bukurën e bën më të bukur dhe të keqen e bën më të keqe. Nëse pyetemi se si lindi ideja që ta shkruajmë këtë mevlut, atëherë do isha përgjigjur me fjalët e Muhamedit alayhi salam, i cili kur e tregoi vlerën e diturisë ta kështu, atij që Allahu ja dëshiron të mirën, ja mundson që ta kuptojnë fenë e tij. Meqense jemi rrugtar drejt të mirës që na ka dëshiruar Allahu, mirësia e kësaj rruge duhet të dëshmohet edhe me vepra që e përhapim ne atë mirësi, prandaj edhe vendosëm që mirësinë ta përhapim nëpërmjet kësaj vepre. Tematikat e mevluteve ne e dimi se janë të gjitha të njëjta, e tregojnë jetën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, që nga paraardhjes së tij, nga lindja e deri tek vdekja e më të dashurit tonë. Edhe ky e ka atë tematik, por ajo e cila e bën të dallume është se në mesin e këtij mevluti janë ato vargje të thurura për Muhamedit alayhi salam, të cilët i shkrui poeti i tij, të cilën e përmendëm, poeti i tij Hasan ibn Thabiti radiallahu an, ku e përshkruajti kështu Muhamedit alayhi salam: "Ma të bukur se ti kur s'kan pas sytë e mi, ma të heshëm se ti s'kan lind gra do një fëmijë, ti e krijuan këtë botë pas një tmet, ashtu sikur se me qenë kriju vetë." Këto ishën ato fjalë të këtij poeti që nuk të kalon dot nga kusht tjetër, e janë pjesë e këtij mevluti në pjesën e lindjes së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Simbolik tjetër që e ka ky mevlut është ajo se gjithsej faqet të cilat i ka janë vetëm 56 faqe, që simbolikën e tyre e ka në fjalën e Allahut në Kur'anin famlart, ku Allahu thotë: "Është e vërtetë se Allahu dhe engjëjt e tij me madhërim e mëshirojnë pejgamberin. O ju që keni besuar, madhërojeni pra atë duke rënë salavat dhe përshëndeteni me selam." Duke u bazuar në ajetin 56 të surës Ahzab, vendosëm që as më pak e as më shumë për ta përfunduar me 56 faqe. Dhe simbolika e fundit që e ka është në kompertinën e mevludit në anën e pasme, ku merr pjesë ajeti ku Allahu na e bën të qartë se shembullin të cilin duhet ta ndjek besimtari është shembulli
i Muhamedit a.s. është shembulli i tij më i mrekullueshëm, të cilën duhet ta zbatojmë besimtarin në jetën e tij përderisa frymon e duke e zbatuar atë ta fitojnë kënaqësinë edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Referencat që e kemi marrë padyshim se janë fjalët e Allahut të madhruar dhe fjalët e Muhamedit a.s. të cilat janë thënë në hadithe të ndryshme, duke mos u hup kuptimin, por jemi mundu që t'i përshtasim fjalët ashtu siç kanë zbritur edhe në Kur'an, po ashtu edhe siç i ka thënë Muhamedi a.s. Falënderim për sfundi Allahut dhe të gjithë atyre që u munduan dhe kontribuan në këtë vepër në mënyrë të ndryshme, bashkë me prezencën e të gjithë atyre që gjenden këtu, dhe për në fund do ta përfundoj me këtë fjalë, i gjithë ky organizim, e gjitha kjo përkrahje e cila është bërë në mënyrë reciproke ndaj njëri tjetrit, dëshmon vetëm një gjë, se ne jemi ata të cilët e zbatojmë urdhrin e Allahut, ku Allahu thotë kështu: ndihmoni në të mira në të bara e jo në mëkate në armiqësi, dhe vetë e gjithë përkrahja jonë e dëshmon se ne jemi ata të cilët e çojmë në vend urdhrin e Allahut. Allahu le të na shtojë këto tubime, këto bashkime në shoqërinë tonë e të mos na i paksoj. Allahumma amin, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Ju falenderit të nderuar, dashtë Allahu fuqiplot edhe njëherë, e lusë që t'ju japi shëndet dhe shumë suksese në të ardhmen. Nga dalë erdhëm edhe në fund të këtij aktiviteti. Falenderit të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj të çmuar. Shpresojmë që të keni kaluar çaste të bukura, të dobishme dhe shpirtërisht të pasura. Le të shërbejë kjo ditë si një nxitje për të vazhduar me përkushtim në rrugën e dijes, për kujtimit dhe nderimit të figurës së lavdishme të Muhamedit alayhis salam, përmes veprave që edukojnë, frymëzojnë dhe ndriçojnë brezat që vinë. Miru takofshim në aktivitetet e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kush ka mundësi edhe kohë, do me thonë kemi përgatitur edhe një kështu si koktel modest, edhe nga një kopje inshallah gjithëve do të va shpërndajmë me vlodit. Grazie.
Ta boj profe, Vajnë të shkrinë,